Gruaja shumë e paqmueshme, s'mësh me aqit vlerën grujt, vallai. Ajo të bën më kon burbe, ti këshir fëmijën është nonë e mirë. Po elhamdulillah është tonat mira, ti ka dhe vetë kum pa veten që ngrit si njëri pe nusës. Po valla e du fort jetën e këtë pasurinë, këtë çka kom një tek shavon për gruan. Edhe kum thonë edhe vetë, e din ajo, kum thonë edhe këtë ja për ty. Këtë ja shka do, çfarë do veç thuj, jo më amen. Pisana më të mëdha që më falenderoj mas islamit të shnusja. Sa i dashurum? Po që 2 vite inshallah. Që 2 vite i dashurum. Po, që është pak më martona inshallah. A i fejum? Po. Duke ko ke thjuet, pasi Po, po, këtë gati është. Tash gati martesa. Tregom çu njoftu vëlla. Po, më 3 më konën në Turqi të Bashkia Islame e kanë qenë tani e ka pa atje tani çto dorë mas dorë edhe shqiptare? Po, po. Okay. Po. Është e fshatit Llakotit. Edhe ajo ka kry shkollën këtu në Ferizaj, tani jam frymëzuar në Pisane, ku marrë dhënë kum kry shkollën këtu. Ferizaj. Po. Do thon veç shirrë, nuk se janë Ferizaja. Ç'është bibi? Po çka të bën gruaja s'bën kushi. Tregom, po shoh pas ka dhe mikër. E formana pa ka shumë, po shoh që ko ke goxha se shumë besimtar. Po, po alhamdulillah. Sa do të më ditë vlerën grus? Wallahi se di. Gruaja shumë e paqmueshme, s'mësh me aqit vlerën grujt, vallahi. Se s'ka është e paqmueshme është. Pse s'mundesh me aqit vlerën grus ka? Se di, ajo të bën më kon burbe, ti këshir fëmijën është nonë e mirë. Në qelloft, ja jam alhamdulillah ka qellu, tani inshallah ta këshir për të ardhmen. Po elhamdulillah është tonat mira, ti ka dhe vetë kum pa veten që ngrit si njëri pe nusës. Po, elhamdulillah. Ato ishte fort. Po, valla e du fort, po edhe feja na ka mësuar pejgamberi alayhis salam na ka mësuar që gruaja nuk se di, s'ka fjalë. S'muna me përshkruaj. Pe do ishte tepër. Sa përqind e don? Valla 1.000.000%. A motet dashni me përqind ja? Ja, s'motet, po mu moten për të milionave, miliardave. Po, po. E doshëm, çka e ngjenja me bu për to? Valla këtë jetën e këtë pasurinë, këtë çka kom një tek shavon për gruan. Edhe kum thonë edhe vetë, e din ajo. Çfarë i ke thonë? Ju kum thonë edhe këtë ja për ty. Këtë ja çka do, çfarë do veç thuj, jo më amen. Amen. Tash inshallah, çka do të thotë edhe ajo inshallah se bën. Ja. Kanë edhe gati. Ja, është shumë njëri që lyp pak edhe jep shumë. Është mashallah është elhamdulillah. Ajo që të intervista sheh. Po. Çka pas që thon. Thuja që tash në sy, thuja ma mirë pra. Ja, së më marrë me të folë para televizionit. Se morë. Ja. Okej. Na kallzova edhe për nusën. Kallzova tha, shqipëzullit që kam një gru si kjo. Po, alhamdulillah. Tregom çka kishe bune si shit ndoh. Ja, si se më nejat pjesë. Ja, se më nejat pjesë, si se më nejat pjesë. S'muna me para minut. Nuk ka asni përqindje ma të vogël që jep na i rrugë darjes, kështu që s'muna me dhon kur fal me se ku menu korra, s'kum pas asnjë shans. Cila është doja ma e shpirë që e bën të Allahu për nusën tonë? Unë e bëj veç mjashtu, se kështu e ka alhamdulillah, po veç më na shtu devotshmëri, më na shtu sjelljen respekt në dashni. Sa i falenderoj sot e ki një gru që ka së alhamdulillah, jam shumë me falenderus, shumë me falenderus. Pisana më të mëdha që më falenderoj mas islamit të shnusja. Mas islamit të shnusja? Me mas islamit që më ka pru një nusë, mashallah. Do është Allah inshallah dhe edhe në xhenet bashkë. Amin, Allah. Faleminderit mirë për të mirë inshallah. Respekte. Aleikum selam. Djem ti kam të martun. Tu a jash? Jashtë i kam djem. Qa me najtë këtu? Qa me bo këtu? Katastrofë. Shteti s'ma na dën, rejat s'ma na dojnë, ka përveshin nuse atje, vallahi, se qa me livrit. Po qëfar? Se rejat janë të shtira së morën, s'dojnë. Thojnë baj bëthën. Jo me thirësit, të thras ma mshel telefon, se di si a lypi naj cent. Trëk ma mshel telefon, balla kipën gjonin tanë që atje rogë s'kam, me blese tesha s'kam, me majtë mirë nuk kam. Djalli kam dyrë mshel, të qika dhe vëllaj po ma ba nervoz burën, vëllaj të shtira, po qa kemi bo tash gjem të kem tot. Për para ka knuk si tash pëk në pula. Qa për të dënë me vetë për patë? Që shime disponim? Vëllaj bëllë mirë, kur ma mirë djalli ri, si me kohë 13 vjeç. Një është djalli ri? Jo, po normal djalli ri jam vëllaj. I pa martu unë, qështu? Po, qka më Se i pa martu? Po më rënë gruja, së da më najtë, po ik. Ka i gruja? Po. Hajgare po bërë? Ha? Hajgare vëllaj. Dhe djemë ti kam të martu unë. A i ki këtu a jash? Jashtë i kam djemë. Se jash të ju këtu? Qa me najtë këtu? Qa me bo këtu? Mure, ofër vetë, pëse me lëshu venin, atë dhe jonë. Vëllaj, edhe mujtë edhe pullat i marrë jashtë, si lonë këtu se me milion, po pa punë, me hongër s'pa kemë, rroga s'kemë, punë gjonë jo, katastrofë. Me him punë në shtek si eshtes edhe gjysë në katunit, nuk kam e adhon këty në hajnau, kështu që jashtë më mirë se ke. Atje kanë punë, e kanë jetën e mirë, jo ty bëk punë ko, po s'merë ka joni. Vesh tash në primoj
2-3 për me më rri një rrugë. Jo, po një rrugë bal del, po së të merë hesh, du të me dho pare për me jenë, për me dhonë, me pasu në 10.000 euro me dho për me hinë një vend punës. Po që zoti kësha maj që ato 10.000 euro. Po si shahin, po si kam, tash du të me si jelë me du në gjepa që sajde, që ke më bu? Se s'po shkojnë të dja, mikidja. Cerejat janë të shtira së marrën, zdojnë, dojnë baj bëthën. Se s'po dojnë. Zdojnë valoj, Një rri s'po dojnë. shteti s'pa na dënë, rejat s'pa na dojnë, që tu e kemë. Djali. Ku djali? Po dalë këndër nusës. E ka përveshin nuse atje valoj, se që me livrit. Po qëfar? Asë shtë të nusët jem bua. Po valoj qika të ja krejt, atëre këna pas mirë në kanë pru me thesën kry, asë në kanë dit, asë në kanë livrit, kush kanë pas problem, i këna bo ka 20 fëmi, bo mirë këna kalu. E pse tash nuk po dojnë? A ju Tash api se respektojnë? s'pëdojnë, fëmi s'pëdojnë me bon, prind s'pëdojnë, i kanë qelë. Me deshti si qikon tane nusë. Ha? Si qikon tane, a më nësh me deshti nusë. Jo, se s'mota e qika jame. E te aso a më nësh me bo prind. Ha? Muj me bo prind, po s'dojnë mëraja, s'dojnë, kur s'dojnë, pse, rogë s'kam, me blese tesha s'kam, me majtë mirë nuk kam. Ma se mi shku s'po dëna, po të thirë, bila. Ha? A pjo thirë shpesh. Jo me thirë si të thret ma mshel telefon, se di si a lypi nëj cent. Trek ma mshel telefon, dhe bala kipe në gjonin tanë që atje. Djali apo të qënë? Jo, So herë. jo Muj, s'qon. gjdo muj në ashtë asë qënë, a? Jo pas mujt as në vetë asë se kur t'vjep li shkojnë që atje në Shqipni, po shkojnë po ikin. Po ikin Shqipni që atje po rrinë, as ty për s'pejan mos piktuj. Jo. Se të shtira, vo. Vëlloj shtira, po që kemi bo tash gjem t'i kem tur. Për para ka knu, si tash për këna pula. Qëtu e kem? Mere grunë shka jashtë edhe te. Po më morë ata, ku më shku jashtë, ku shumë merë më tash jashtë? Se të djali dyrt më sheli pas. Jo, të djali kam dyrt në shel. Të qika dhe t'jo po ma ba nervës burin. Nuk ma si, po do të qëtu me najtë. Një koliba kam qëtu, një qenë e maj, me qatë qenë. Për para e më është a dëdhi, tash a zëdhi, s'kam. Se unë du të mi qitë ma hongër buk. Qenë s'ma ma blinë këkush. Se edhe to kësha shqitë. Që kemë bu? Po e ndirit shumë. Ditë në mirë. Edhe pse doktor specialist 3 herë jam largu prej punës. Herën e parë, 91 jam largu si kryetari i sindikatës, veç pse jam shqiptar edhe sindikalist. 98-ën përsëri më është mbyll ordinanca private prej forcave serbe. Ndërsa herën e tretë më kanë largu është më dhimbshmja që njerëzit që unë i kam marrë në punë. 6 muaj para se me dal në pension me konkurs jam kthy përsëri në punë. Për nis jetën prej zaros, çka kishë ndryshu? Shumë çka kisha ndryshu. Për arsye se unë jam pensionist tash 7 vjet, jam 72 vjeç, jam doktor në pension, doktor specialist. Ne kemi kalu në për periudhë jashtëzakonisht sfiduese dhe të rënda të vështira. Cila është ajo më e vështira në jetë që ka përjetuar e gjë? Po përpos luftës, unë kam përjetu shumë se unë kam qenë një tip rebel që se kam duru